Press Association. Një pyetje për të dy ju zotrin për Ukrainën. Vladimir Putin nuk ka rënë dakord që të jetë pjesë e diskutimeve që po bëhen në Turqi. A ka ndonjë shpresë për armë pushim në Ukrainë dhe cili është mesazhi juaj për Putinën? Let me take this head on, Më because që what's t'ja happened përgjigj drejt për drejt today is kësaj further pyetje. Ajo çfarë ka ndodhur sot that është it's një Putin provë who më is tejshme trying se to është Putini i cili it is po Putin i tërheq gjërat who zbar, is, është Putini causing i cili the delay, po shkakton in a vonesa ceasefire. për një Ukraine has armë long pushim. been clear. Ukraina ka qenë e qartë për një kohë shumë të gjatë, prej disa muajsh më parë që mund të kenë një armë pushim 30 ditor pa kushte dhe kemi thënë gjithmonë që është Putini i cili po pengon paqen. Ai ka qenë agresori në fillim. Është vendi që ka nisur këtë konflikt, ishte Rusia, Putini, dhe është ky vend që tashmë po pengon paqen dhe kjo është Rusia dhe ai është Putini. Patëm një takim të mirë të shtunën e kaluar në Kiev ku arritëm të mbledhnim një grup të gjerë vendesh për të pasur një qëndrim, mbështetje të qëndrimit për armë pushim me sanksione dhe tashmë do të kemi një mundësi nesër në KPE për të vazhduar punën tonë për të arritur një armë pushim. Por për mua kjo është një provë e argumentit që e kam dhënë në mënyrë të përsëritur, që është Putini ai që po i tërheq gjërat zbar. Prandaj duhet që të gjitha kombet të radhiten si aleat për të siguruar që të marrim të armë pushim që duhet dëshpërimisht, por po kështu edhe të sigurohemi që të kemi sanksione të miratuara në momentin që Putini vazhdon në këtë rrugë të tërheqjes së gjërave zbar dhe të mos ulurit në tryezë për këtë armë pushim.